Përshëndetje të gjithëve. Unë jam Julia Iliriani dhe kam profesion aktore. Sot të gjithë po flasim për servilizmin e artistit. Për artistin që me ndërgjegje bëhet kozmetike pushtetit. Për artistin që përdoret. Por, në fakt, unë dua të flas për diçka tjetër. Unë dua të flas për frikën. Po, për frikën. Shpesh në për tavolina artistësh dëgjoj vazhdimisht fjali që fillojnë me mos. Mos fol, mos e thuaj, mos të dëgjojnë, mos se do të lëm pa punë. Prandaj edhe në debatin e sotëm, kur diskutohet për artistin që i shërben pushtetit, unë shoh frikën. Po, frikën patologjike të mbajtur brenda nesh, atë bindjen e heshtur se po nuk shërbeve, diçka e keqe do të ndodhë. Kanë frikë të shfaqen se kush e di që gjen. Kanë frikë të mos shfaqen se u heqin atë që kanë. Edhe fatkeqësisht nuk janë vetëm artistët, por është krejt shoqëria shqiptare që jeton nën frikë. Frika për të folur, frika se mos të thonë gjë, frika për të përballur, frika mos sulmojnë, frika mos gjykojnë, frika mos komentojnë. Edhe ai që nuk ka arsye për të pasur frikë, edhe ai që nuk ka rrezik të mbetet për bukën e gojës, frikën vazhdon ta ketë në gjak. Prandaj, kushdo që e merr, përdor dhe nxjerr të mbështesë pushtetin nuk ka nevojë as t'i blej dhe as t'u bëj presion. Ai që i përdor ka një aleat shumë më të fortë. Ka frikën e ngulitur që në fëmirinë e hershme, që në kohën e diktaturës. Sigurisht që shumë prej artistëve të sotëm nuk e kanë arritur komunizmin, por nuk ka nevojë të kenë jetuar personalisht komunizmin. Ata e kanë njohur diktaturën ndërmjet prindërve të tyre. Edhe pa shkëmbyer asnjë fjalë për të, sepse ata prindër, të rritur me frikë në zemër, ja kanë përcjell atë fëmijëve, dhe këta do t'ja përcjellin të tyrve. Dhe kështu pafund. Ne rrisim fëmijë duke u dhënë jo me fjalë, por me gjeste, me sjelljen tonë frikën nga kushdo që është më i pushtetshëm se ne. Artisti supozohet të jetë antisistem. Po kjo kërkon prej tij atë lloj lirie që nuk e marrim as nga prindrit, as nga shkolla, e ndërkohë sistemi na e krahasit pak nga pak. Dhe kështu frika fle brenda nesh. Jo si urdhër, as si kërcënim, por si refleks. Frika se po nuk u shërbeve, po nuk u përule, po nuk duar trokite dhe brohorite, po nuk e puthe në ballë, po nuk the atë fjalën që pritet nga ty, kush e di çfarë gjëje e keqe mund të ndodhë. Edhe është pikërisht kjo. Jo lakmia, jo karierizmi, as varfëria, por thjesht frika që lë artistin të rritet me frikë dhe nuk e lë as artin shqiptar dhe as artistin të shpërthej. Madje dhe artistët tanë më të mëdhenj i bën të duket të vegjël. Sepse të jesh artist i madh nuk do të thotë që je automatikisht dhe njëri i madh. Po, ti mund të jesh një aktor i jashtëzakonshëm, mund të jesh i rrallë në luajtjen e jetëve të tjerëve në skenë apo në ekran, por frika nuk të lë të luash rolin tënd më të rëndësishëm. Njeriu në lirë. Sot diskutojmë për artistë që shërbejnë si makiazh i pushtetit. Por ndoshta është koha të diskutojmë si të ndërpresim ciklin e frikës, që fatkeqësisht po e përcjellim nga brezi në brez.